Rrethanat janë të tilla që kemi të bëjmë, unë i kam shkruar, investim strategjik, ta kuptojmë, ta shpërndajmë. Investim strategjik është 400 miliard euro për naftën. Ke fituar gjë, po i kaloj telegrafikisht. Nafta shkon det, në ankon e vjen prapë. Ti e merr më shtrenjtë, si gjithë vendet e tjera të rajonit apo edhe të Europës. Ke investuar 20 miliard euro për energjinë e ujit të eceve, ja me ku është Dimitër, përfaqësuesi i eceve, që kemi luftuar. Skandal ku ti s'ke pikuj në burim, në qesëm, në male, në fusha, s'ke pikuj deri ku lumi bashkohet në fushë. Ke investuar 120 miliard euro, a më shumë miliardë, në banja në ece, banjë, mullicet, ke fituar gjendje kur. Ke investuar nga Butini deri në Karabrun, ke investuar komplekse strategjike me emra konkret, s'ka që quaj. Oligark, ti nuk shkon dot në bredet. E njëjta gjë, thyet, tash i dim ke Zvëneci. Nuk është çështje Zvëneci, e ta mirë zonja Meri, çështja është shumë më e madhe se kaq. Ku në çdo vend është maisur një problematik dhe secili vjen ose në egon e një komuniteti, e një rajoni, e një problematike, ku thot Ciceroni i është përvosur digniteti. Komunitetit, lagjes, qytetit, individit, familjes. Nga Zvëneci, që kohët dhe Zvënecia, deri në Konispol, ndë një emri Muhamet, ti do i quash Dimitër, ti do i quash të futjakot një emër, dhe ti quash automatikisht një shteti tjetër që është grek, apo bulgar, apo macedons, apo e tjerë. Kjo është një vendim shumë obuzes për Shqipërinë, por ke një ligj, një sekatrës, që çdo person që vjen nga jashtë, të interesohet të mënyrë urgjente shteti, njësia administrative, komuna, bashkie, ta pajisë me pasaport, që do të thotë që ta 10.000 punojës, me Zvëneci si shembull, ta 10.000 punojës janë pikërisht ata që do vinë, jo ne që jemi. Pra kemi të bëjmë me një shtet. Sa shtet dhe kombë që jemi ne, që ta duan ta shpërbëjnë, që duan ta, është i vetmi shtet në botë që nuk ka 40 kombe brenda, 70 kombe si ka Turku, Izraeli. Nuk kemi bëjmë tu me Flamingo, që duan ta shpërdorojnë mendimin. Fare, po kemi bëjmë që do të shpëndajmë me një zonë detare, e cila e ka të paprekur, rrerën, ka dunën, ka një pyllën më të lartë se duna, ka një lagunë më të ullë se deti. Dhe janë këto 4 element janë të detit, që quhen këto perandorake, që neni 20, këtu do dalim nëse ka që avokatët, do dalim që neni 4 i ligjit 2020, thotë që kjo është tokë e pa tjetër shtushme. Atë si mundi kjo e tjetër shtonë të tokë,